Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje teleshikues të Ziko TV. Si ja ku po takohemi këtu, pikërisht jemi direkt në vendin e ngjarjes. Jemi në qytetin e Gjilanit për të realizuar dhe edicionin e 10 të Zhurma Show Awards. Këtë vit do të ketë befasi të ndryshme, do të ketë artista të rinj, do të ketë artista që kanë qenë në skenë për herë, do të ketë artistat të ndryshëm, fitues, apo ndoshta edhe vetëm pjesëmarrës. Duke falenduar dhe kryetarin e qytetit të Gjilanit, Lutfi Haziraj, që e bëri të mundshme realizimin e Zhurma Show. Unë po shoh që vetëm ka të pranishëm, ka qytetarë që kanë ardhur për të parë të adhuruarit e tyre, dhe ndërkohë që ne do të presim dhe të shohim se kush do të jenë mysafirët e parë për sonte, kush do të parakalojnë në tapetin e kuq. Për dallim nga viti i kaluar, unë sonte jam në tapet. Vitin e kaluar isha moderatore së bashku me Valon Malokun, ku ishte një përvojë krejtësisht ndryshe nga kjo. Këtu po ndihem më e qetë, duke pritur edhe mysafirët. Ndërkohë që stresin dhe gjitha emocionet e vitit të kaluar do t'i ketë Alba Morina, e cila ju pret sonte pas parakalimit të tapetit të kuq, ajo ju pret në sallë. Gjithashtu kemi përgatitur dhe shumë befasi të tjera. Do të ketë dhe after party, do të ketë edhe gjëra që din vetëm Ziko ti organizoj, ku do të ketë, nuk dim se kush do të jetë fituesi, nuk dim sa fitues do të jenë, por që e dim që do të ketë shumë të ftuar. Në ndërkohë që ne do të presim mysafirët me Kosova Limo, me limozin, dhe do të shohim se a kam filluar, po vetë se kam filluar të vinë. Normalisht që pas sponsorit nuk do t'ishte i mundur as ky realizim. Do të shoh, jam shumë kurështare të shoh se për kë kanë ardhur gjithë ta njerëz tu, kush është i adhuruari i tyre, ndërkohë që unë e di që do t'jenë mysafirë të shumë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, do të ketë dhe nga diaspora. Vetë se makina po vjen, të shohim se kush ka arritur në kohë dhe të shohim se kush do ta shkeli pari tapetin e kuq për këtë edicion, për edicionin e 10. Unë do t'ja liroj rrugën paksa. Duke mos harruar të falenderoj edhe për dukjen time spektakolare që është përkujdesur Arta Prekoazi dhe Nagipi, kurse për fustanin Vjolca Lapashtica. Veç se po zëberesin, të shohim gjithë të veshur glamurozë, me fustana, të rregulluar bukur, dhe me sa duket kemi nga diaspora. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhet. Sutki Hule, jam unë producenti Gjide Morines, ka ardhe në kasën nga Zvica, shpresoj se kam në akzu me një qmim sonte. Gjide, së pari mirë se erdhe dhe kur erdhe prej Zvicrës? Mirë si ju gjeta prej Zvicrës erdha të shtunen, edhe sonte në Gjilan, në Gjakova në Gjilan, shpresoj që do të kaloj një mbrëmje shumë e mirë. Jeni nominuar në ndonjë kategori? Po, jam e nominume. Dhe prisni që të fitoni ndonjë çmim? Po, shpresoj, po ta shohim tash. Tash marr për Zvicrës edhe mos më fitu kur gjë, nuk ja vlen. Nuk ja vlen, po shpresoj. Kush është përkujdesur për dukjen tënde? Se normalisht në për këto spektakle duhet përmendur dhe ata që përkujdesen për ne. Për dukjen tim është përkujdes Blerta Krypa. Se për fustanin? Për fustanin jam përkujdes vetë. Kom bo disa modifikime me një roba qepse, ama nuk është në dy pjesë, i blen edhe i modifikun. Faleminderit shumë, shpresoj të kaloni bukur. Suksese! Kemi edhe mysafir tjerë, mirë mbrëma! Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Shumë mirë. Për cilit vend po vini mas pari kaza? Unë jam orë direkt për Bazelit. Bazelit, çka na ki pru për Bazelit? Kujzuesh vetën. A jeni i nominun? Për çmimin e diasporës. Dhe prisni që të fitoni? Shpresoj.
Veç pak se nuk i dhëm përparësi vajzës që e ke në krah, me na tregu kush është, Motra. edhe si po ndjehet. Mirë, shumë emocione kam. Është hera e parë? Para është. Okej, urojt kaloni sa më mirë. Kemi dhe mysafirë të tjerë, mirë mbrëma, mirë se erdhet. Në qëfëse nuk gaboj, jeni nga Menakon. Është, sakt. Si po kaloni dhe besoj që nuk është hera parë që po para kaloni në tapetin e koq? Jo, nuk është hera parë, mrekulli, e pas një rregullu shumë bukur, është kënaqësi, kështu që vetëm suksese. Zoj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ne nuk kemi çfarë të bisedojmë veç se kush u përkujdes për dukjen e juaj. Për mua gjithë nga pak. Falenderoj stafin. Qyre edhe burri nga pak. Falenderoj stafin tim të punës, të gjitha ato vajzat të cilat janë përkujdes për mua. Mendoj që edhe në të ardhmen do të përkujdesen edhe për shumë fytyra tjera të njohura. Ta në drejtën ama shumë jemi përkujdes për tjerë sa për vetën kësaj here. Po, a ke pa gjithmonë ai që rregullon gjithmonë me të. Okej, shpresoj të kaloni bukur. Këta ishin edhe mysafirët e parë, të cilët parakaluan në tapetin e kuq. Të shohim dhe mysafirët e tjerë, unë po dëgjoj brohoritje, por për kë po brohorasin të shohim. Është pak e vështirë të zbresësh prej limuzines, shpresoj që nuk do të rrëzohet dikush apo të ketë ndonjë aksident të tillë, sidomos ne vajzat me toke që e kemi paksa problem. Vetëm po vin. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se Mirë si u gjetëm. Nga erdhet. Nga Tirana. Po pra, nga Tirana. Dëgjova brohoritët e publikut edhe thash, për kë po brohorasin këta? Po, ndosha për më të mirët e Big Brother të këtij edicioni, për Është se për ato që thonë ishin dy divat e Big Brother, ose dy kollës e Big Brother në base. Avash se Big Brother, kemi pas edhe ne këtu Big Brother. Po pra? Jo, kemi pasur edhe edicion të Big Brotherit, veç se edicion tjetër ka qenë. Që quaj Shtëpia. VIP shtëpia. Ashtu pra. Është hera parë që jeni në këtë spektakël? Për mua po është hera parë. Për mua është hera parë, por nuk është për hera parë në Ziko TV. Kam qenë përpara se të janë Big Brother, kështu që. Kështu që shijojeni pjesën tjetër brenda. Faleminderit. Jemi në after party. Wow, të kemi, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Si, Eloni? Mirë, faleminderit. Si ishte rruga? Shumë e mirë. Erdhet, kur keni ardhur nga Shqipëria? Sot Keni ardhur. Unë në qoftë se të kujtohem, kemi udhëtu bashkë edhe me një taksi, do ta vëj publikisht. Jeni për herë të parë. Unë për herë të parë jam në Zhuma Show. Atëherë shpresoj që, jo, së pari duhet të pyes kush u përkujdes për lukun. Përveshjen është firma Fashion Sassofono. Dhe për lukun është Salloni Dukas Tiranë. Faleminderit shumë, shpresoj t'ja kaloni bukur. Faleminderit shumë dhe juve. Kishim dhe Artiola Toskën, ndërkohë që kemi këtu. Mirë mbrëma, mirë se erdhet. Mirë mbrëma. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si po kaloni? Mirë, shumë mirë. Dëgjova brohoritjet edhe për ju, zakonisht për juve grupin ishin më përpara për Big Brotherit, tashti për juve X Factor. Kush u përkujdes për lukun e juaj? Por lukun tonë jemi përkujdes vetë sot, sepse ne mendojmë që stilistët më të mirë jemi vetë, për shkak se dim se qa ndjehemi më mirë me çfarë rrobash. Jeni të nominuar në ndonjë kategori? Po, në Best New Artist. Dhe prisni që të fitoni? Presin. Normalisht që nuk mungojnë edhe sukseset e ju. Atë shpresoj t'ja kaloni bukur sonte. Ishin dhe këta grupi nga X Factor, ndërkohë që kemi dhe të tjerë mysafirë që zbresin nga Kosova Limo. Kështut filluan të vinë dal nga dal edhe mysafirë tjerë. Mirë mbrëma. Mbrëma. Jeni? Mirë, faleminderit. Si kaluar? Mirë, faleminderit, juaj. Komplimente për dukje. Faleminderit shumë.
Është hera parë që jeni në Zhurma Show? E jo nuk është hera parë. Okej, atëherë shpresoj t'ja kaloni bukur. Në ndërkohë që ne do të presim edhe artistët e tjerë, këtu vetë se janë grumbulluar, unë nuk e di, ja, të presim edhe mysafirët të tjerë, të falenderojmë Kosova Limon, të falenderojmë gjithë stafin realizues, kamermanët dhe gjithë juve që do e bëni një punë të palotshme, sepse puna vetëse ka filluar sonte, duke mos harruar të përkujtojmë që pas spektaklit do të ketë edhe after party. Do të ketë shumë gjëra të veçanta sonte, ato nuk I dim mas ne vetë, kurse nuk e di Albananën tjetër a ka emocione apo jo, veç se ka fillu t'i vi momenti edhe I paraqitjes së saj nën skenë. Janë shumë të kujdesshëm. Duke mos harruar të shtojmë që edhe banorët, qytetarët e Gjilanit janë shumë ikprica, janë shumë të dashur, veç ka filluar të mbushet sheshi me njerëz, nuk kemi të ftuar akoma. Të shohim se kush e ka radhën tani, kush do të parakaloj tani në tapetin e kuq. Kishim mysafir nga diaspora, artist nga diaspora, kishim banorët nga Big Brother, kishim grupin Extension, kishim Artiola Toskën. Të shohim kush do të parakaloj tani në tapetin e kuq. Pra po ofrohet limozina, po ma bëjnë me dijet të shohim se kush do të parakaloj në tapetin e kuq. Sa shumë artista që kemi. Kemi edhe fotograf të shumë. Duhet të bëni kujdes ju vipat, sepse keni edhe paparazzi këtu. Kështu që avash. Të presim kush është tani, kush do të parakaloj. Kemi një. Po presim. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është hera parë që po jeni pjesë e Zhurma Show? Në Ziko TV, në Zhurma Show ka marrë pjesë shumë herë me radhë, edhe Ziko gjithmonë din me organizu sene të mira. Okej, atëherë nuk më marrë kohë më tepër veç se ta shijoni sonte mbrëmje. Faleminderit shumë edhe juve. Vajzat parakaluan. Të shohim të ftuarit të tjerë. Çdo gjë është me plan. Domethënë vendet, ulset, mirë mbrëma. Mirë se erdhët, se pari femra për parësi. Mirë se u gjeta ju, faleminderit. Është hera parë që jeni pjesë e Zhurma Show? Po është hera parë dhe ndjehem shumë e kënaqur që jam këtu. Kam lirin. Kush u përkujdes për dukjen tuaj? Vetëm. Atër komplimente. Kurse për juve, kush është përkujdesur? Është përkujdesur shoqja ime, Flora. Është kënaqësi të jem sonte prezant këtu në festivalin Zhurma Show Awards 2014. Është një privilegj shumë I madh, ndërsa sa I përket ana profesionale ime që jam koreograf profesional 10 vite këtu në Gjilan, është kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë, shpresoj t'ja kaloni bukur. Kemi mysafir të radhës, Regjia nëse më ndihmon paksa me emrat që mos të gaboj. Regjia janë ata gjithmonë që neve moderatorëve na mbajnë me vullnet të mirë. Me ngacmime të drejtë për drejta. Në ndërkohë këtu janë show live. Gjithçka është live dhe gjithçka mund të ndodhë live. Mirë mbrëma. Roma.
Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta Gjilani. Mirë se e gjeta dhun Gjilanin. Shumë bukur po dukeni. Faleminderit. Kush është për kujdesur për ju? Po, unë bashkë me Valonin. Alon, jeni i nominuar në ndonjë kategori? Po, për best male. Best male. Best male, po. Edhe pret ndonjë çmim? Me rëndësi pjesëmarrja, çmimi nuk vlen për mua atë shumë. Me rëndësi pjesëmarrja, jemi gjithë bashku me kolegët e mi. Kjo është të kënaqemi bashkë, kjo për rëndësi për mua. E pse po thu që çmimi hiç është i rëndësishëm? Qyre, çmimi është i rëndësishëm, po nuk e di, ndo raste më e rëndësishme është pjesëmarrja, se është hera e parë që marr pjesë në këtë organizim evenimenta, si t'je themi kësaj. Kështu që për mua ka qenë si primare jem pjesëmarrës. Është hera parë që po të shoh për krah me një femër, ndoshta pse po i shoh publikisht, nuk e di a keni qenë edhe diku tjetër publikisht apo është hera e parë? Është hera e parë, është e dashura ime. Edhe dua të them që ke bërë për zgjedhje. Ruje mirë se mos po ta marri. Edhe kjo ka bërë për zgjedhje. Po foli për femna. Shpresoj të kaloni mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Oh, mirë mbrëma. Ku po shkoni pa intervistë, ju që jeni të modës këtu? Seni, ani mirë. Dashnor, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ju përgëzoj për emisionin. Dashnor, çka ka pëlqyer më shumë ti të Zhurma Show ose çka është ajo që ti e veçan? Po, më pëlqen gjithçka, po nuk më diçka me veçu. Mirë është për shembull se për evente është ma... Po të shoh që je i shoqëruar me 4 bukuroshe. Po, me modele. Me modele. Okej, atë shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit. Kishim edhe një çift që parakaloi në tapetin e kuq për herë të parë. Ishte ai Valoni me të dashurën e tij bukuroshe. Ne ndërkohë të shohim se a kanë arritur edhe artistët të tjerë. Normalisht për këtë fustan kaq të bukur nuk duhet harruar dhe Vjolca Llapashticën. Kamerat e lutem fokusoje mirë. Dhe për dukjen time Nagipi dhe Arta. Faleminderit shumë. Është shumë e rëndësi në për këto evenimente të dukemi bukur, sidomos kur është në pyetje femra. Wow, kush po na vjen? Regjia. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Është hera parë që po parakaloni në tapetin e kuq? Po, hera parë. Nga po vini nga cili vend? Jemi nga Fushë Kosova, për ndryshe nga Gjermania. Po. Jeni nominuar në ndonjë kategori? Po, jemi nominuar në The Best New Artist. Prisni që të fitoni. Faleminderit. Kalofshit bukur. Mirë mbrëma Albana, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Se pari na tregon me kë je shoqëruar. Atëherë sonte jam shoqëruar nga vëllai im i vetëm. Po pse ju nga i dashur po nga vëllai? Atëherë, besoj që është pak më e rëndësishme familja ose vëllai im këtë rast. Kush është përkujdesur për dukjen tuaj? Atëherë, për veshjen time është përkujdesur stilisti nga Shqipëria Joni Peqi, që e përshëndes shumë, ndërsa për dukjen dhe për paraqitjen Nagipi dhe Sofka, që i falenderoj shumë nga zemra. Është hera parë që jeni në edicionin e Zhurma Show Awards? Është hera parë dhe është shumë e veçantë për mua kjo pjesëmarrje ose kjo ftesë, për shkak se është edhe ditëlindja e Zhurmës dhe dhjetori dhe është akoma më interesante dhe më e veçantë. Po, unë e ceka pa që është edhe 10 vjetori, shpresoj, do të ketë shumë gjëra interesante, por edhe shpresoj që edhe ju të kaloni bukur sot. Nuk e vend dyshim as fakt që do jetë një organizim dhe diçka fenomenal sonte. Shpresoj t'ja kaloni mirë. Prit se vllon, se pyeta asnjë gjë, se nuk bë kështu. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Është hera parë, besoj, edhe për ju. Po, hera parë është. Atëherë dëshiroj të kaloni sa më bukur sot. Po, faleminderit. Emocione. Kuptohet normalisht. Emocionet janë të pranishme çdo herë dhe të çdo kush. Pa marrë parasysh sa vite jenë skenë. Regjia. Wow, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se.
Mirë, faleminderit ju. Si po kalon? Shumë bukur, faleminderit. Pa emocione për turmës, faleminderit. Si jeni ju? Mirë, shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit shumë. Dhe një duar trokitje! Ajo, është e kuptueshme. Një brohoritje kaq e madhe për grupin më të madh shqiptar. Faleminderit për shëndetje të gjithë juve këtu, për shëndetje për organizatorin e këtij evenimenti. Faleminderit për ftesën që na e bën, mendoj se do të kalojmë shumë mirë. Nuk është hera parë që jeni pjesëmarrës në Zhurma Show. Jo, nuk është hera parë, pasi që Zikon e kemi pas edhe bashkëpunëtor në albumet e para dhe kemi mik të mirë dhe normal që çdo eveniment ai na fton, ne jemi të gatshëm që të vim këtu në këtë spektakël. Dhe shpresoj të kaloni bukur. Shpresojmë edhe ne. Faleminderit. Ishte gjithë kjo brohoritje për grupin më të mirë shqiptar, për Elitën 5. Të shohim kush këta vipa tanë, këta artista tanë. Avash. Atëherë të shohim se kush do të jenë limuzina vetë se po vjen, por është e pamundshme që të parakalojnë nga turma e njerëzve. Të shohim se kush do të jetë brenda në limuzinë. Përshëndetje për gjithë juve. Kemi edhe publiku nga ana tjetër, nëse do të kemi kohën, do shkojmë dhe pak te publiku. Mirë mbrëma, mirë se erdhë. Mirë se ju gjetëm. Si po kalon? Bukur shumë. Janë këto emocione apo të parakalimit të tapetit? Është kënaqësi me ardhur këtu te ju, janë mirë. A të shpresoj të kaloni bukur. Kanë mbetur edhe shumë artistë pa ardhur akoma. Do të ketë të ftuar. Nuk e di në qoftë se është e mundshme derisa të vi limuzina të bëjnë ndonjë intervistë të vogël me dikën nga publiku, sepse më intereson të di se kush është i preferuar i tyre. Ma bëni me di regjia në qoftë se guxoj. Limuzina do të vazhdoj intervistën me publikun pas pak. Do të presim dhe të ftuarit të tjerë. Gjithçka në nivel, gjithçka e përgatitur ashtu si duhet. Mirë mbrëma! Mbrëma! Mirë se erdhe! Mirë se u gjeta! Si jeni së pari dhe tregom a jeni emocionuar? Mirë, faleminderit, po pak normal. Kjo është hera ime e dytë që vi, mirë po këtë herë vi i ftuar si mysafir. Si duket kanë arritur dhe të ftuarit tjerë, është ky Nagipi, ai që u përkujdes për mua. Është dhe Vjolca Llapashtica që u përkujdes gjithashtu për fustanin tim. Duhet të presim derisa të vinë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhet, Vjolca. Mirë mbrëma, mirë se gjetëm. Nuk muj me të kam, po duke shumë bukur se o ti mu dogë bukur o kërkush tjetër. Faleminderit shumë gjithashtu po dogë shumë bukur. Nagip, faleminderit për dukjen. Faleminderit shumë edhe ti shumë mirë po dogësh, edhe jam shumë i ambicëm masoj as Gilarit, a bravo. Shpresojmë të kalojmë mirë të gjithë, të shihemi në after party. Valton Krasniqi, mirë mbrëma. Si jeni? Mirë, faleminderit. Dhe unë faleminderit shumë mirë, është një kënaqësi e madhe, është një atmosferë shumë e bukur.
Kështu që ta shpresim. Jeni nominuar në ndonjë kategori? Po jam nominuar në çmimin e diasporës. Çmimin e diasporës. Atëherë, shpresoj se do ta fitoj. Shpresojmë. Korab, apo bëjmë një selfie, Korab? Një selfie live. Hajde, një selfie live. Unë e pyeta një selfie për ju të artistave. Gjithë të prioritje për juve. E bëna unë i bëna 3 foto, një e bëna ne, edhe një e bëna bashkë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Korab, je i nominuar në cilën kategori? Best Ballad është kategoria e këngës ku merr pjesë kënga Tina dhe jam shumë i gëzuar sepse e kam prit qyshmoti që kënga Tina tjetë pjesë e një unë nuk njihem për çmime, nuk jam çmim marrës, mirë po vlerësoj shumë festivalin e madh, zhurma edhe spaku që jam pjesë e kolegëve të mi, ku ka shumë këngëtar mirë dhe ka shumë këngëtar, shumë këngë të bukura, atëherë jam shumë i gëzuar që jam sonte këtu bashkë me juve. Ose të kaloni bukur. Faleminderit. Dua një tatuazh. Jemi drejt për drejt. Kisha Maxin dhe Olsin nga Shqipëria, nuk mungojnë edhe selfit. Pritni se nuk mungojnë edhe selfit. Olsi, është hera parë që je pjesë e një showit, një spektaklit shqiptar kosovar. Po, është vërtet që është hera parë. Atëherë mirë se erdhe dhe shijoj. Shumë faleminderit. Takohemi. Mirë mbrëma. Ku po ikni? Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Desha tike sepse unë mjaft le të flasin artistat sonte. Mes me qenë edhe ne, atëherë... Mirë, atëherë po ju uroj gjithëve, shpresoj që konkurenca t'jetë e ndershme edhe të fitojnë ata që e meritojnë. Të vesë bashkëshortën se kush është për kujdes për dukjen tuaj? Vetë, përgjithësi këto gjëra i bëj vetë. Atë pas ke shije. Bile me qenë se është ndaluar brenda, po e falenderoj këtu se është për kujdes edhe për mu. Okej, kaloni bukur. Arber, mirë mbrëma. Qyshe? Unë të po shohim të shoqëruar. Po, kjo është shoqja eme, ma shumë e dashura sa derja. Dashura, wow, kemi qiftin e dytë që për herë të parë po shfaqet publikisht. Kush është për kujdesë për ju? Shumë për kujdesë? Unë e vetë jam. Unë e vetëm. Ata është mësejt kaloni bukur. Shijem sa të. Mirë mbrëma. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Jeni e nominuar në cilën kategori? Për bez nuk di kur gjo, veç mduket që në R&B. Kush është për kujdes për dukjen tuaj, ktheu paksa te kamera dhe te publiku? Për mu sonde u për kujdes Altine, Altin Hairstyle, Ermira, Donjeta Macula për fustanin, Tuta Bajgora për grimin, edhe Shudaz për shtikla. Faleminderit shumë, shpresoj të kaloni bukur. Mirë mbrëma. Mirë se erdhët. Afër meje kam Ganën edhe Kolën. Opa, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Kush është mos të më shefi se në për këto evenimento është shumë e rëndësishme dukja edhe kush është për kujdesur? Po si zakonisht klasa atelier dhe 2 motrat shollin në ile dhe në Evrie shollin, që i falenderoj shumë që gjithmonë kujdesen për dukjen. Jeni të nominuar në ndonjë kategori? Ja, është i nominu, unë do të ndaj një shpërblim, kështu që besoj që do ja kalojmë shumë mirë sonte, si gjithmonë të ziko. Pol, në cilën kategori je nominuar? Best Diaspora. Best Diaspora. Shpresoj që na rëmbesh një çmim e pastaj dalim festojmë. Historia pjesëmarrje. Shpresoj të kaloni bukur. Takohemi. Mirë mbrëma. Nga po na vini ju? Nga Prishtina. Është hera parë që jeni në Zhurma Show? Po, është hera parë, ndërsa në qenë si muzikor kam qenë herën e kaluar. Atë shpresoj të kaloni bukur. Dhe tani mysafirët nuk kanë të ndalur. Kemi dhe Hot Gjysten këtu. Au. Gjyste Vulaj gjithmonë me paraqitjet e saja. Tejet hot. Mirë mbrëma. Mbrëma, mirë se gjetëm. Mirë se erdhë. Kur e bona
prezantimin që po vjen gjystja, thash që gjystja për herë vjen me paraqitjet e saj hot. Edhe sonte fotokën shumë hot. Kush për kujdes për juve? Për prezantime motra. Mirë se si gjetëm. Është hera parë që jeni pjesë e Zhurma Show? Po, hera parë. Edhe keni emocione? Shumë. Njëkohësisht ndihem shumë mirë. Kush është për kujdes për juve? Njomsa, për flokë dhe grimin, fustanin vetë. Kë je e shoqëruar? Bashortin Martin. Mirë mbra? Mirë mbrëma. Si po ndiheni sonte? Po mirë shumë, mirë atmosferë mirë. Si shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit. Mirë mbrëma dhe mirë se. Mirë mbrëma, faleminderit. Ja po vini. Ky menaxheri i Mega Event. Unë vin nga Zvicra, Robert Uka një ashtu jam edhe sponzori këtij eventi, sonte ndjehem shumë mirë. E po, normal që pas sponsorët këto evenimente nuk bëhen. Kam derën që jam sonte këto sponsor, pasi që është edhe viti jubilar, viti 10, ashtu shumë mirë, vetëm suksese. Shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit. Kemi mësafir të ndryshëm, une do të shkoj se e kisha leje pak të publiku. Juve, për kë keni ardhur, adhurus të kujt jeni? Noizit, Noizit jam. Noizit? Na jena Noizit. Kush adhurus të kujt jeni, për kë keni ardhur, kë keni dëshirë me prit? Për Noizi. Si Noizi. Sa shumë adhurues të Noizi. Të shohim Noizi ishte i pranishëm dhe vitin e kaluar. Të mos ju mbesim me borç të anës tjetër. Mirë mbrëma Gjiloni. Apo më tregoni adhurus të kujt jeni? Noizit. A vjen Noizi? Pas kemi adhurues të Noizit sonte këtu. Është gati limuzina? Edhe pak. Ka mbetur dhe pak kohë deri te edhe fillimi i këtij evenimentit, ku gjithçka veç se është gati, kanë mbetur edhe pak mysafir dhe të filloj spektaklin. Limuzina tjetër arriti, tani me të vërtetë që është bërë një rrëmujë e madhe nga qytetarët e shumë të Gjilanit që kanë dalë për të pritur, ndoshta për të bërë ndonjë foto apo për të atakuar edhe nga afër ndonjë prej të pëlqyerve të tyre. Tani kemi një tjetër hot këngëtare, një tjetër seksi këngëtare. Është kjo Viola Morina. A don me ma thy? A don me ta thy? Po komplimente për duken Viola. Faleminderit shumë, po dukesh edhe shumë bukur. Faleminderit shumë. Je e nominuar. Edhe a pret të fitosh? Po jam e nominuar, po pres, nashta fitoj, se di. Ke ardhur me mamin. Mami, hajde pak mami me na tregu apo të bën Viola rrëmuj. Urna? Na tregu pak Viola apo të ngon apo të bën rrëmuj. Po normal, kjo rrëmujshme është. Po bën zhurmë Viola. Po sigurisht duhet, kjo është një eveniment që duhet të ketë rrëmuj. Atëherë Viola kush e për kujdes për ju? Për mu, për fustanin tem kujdes Vitoria. Veç du që kamera Viola këto, opa!
Shake it. Në ndërkohë që kemi dhe Shkenden. Po ku je? Ja keni bo që tashti aerokrem me bardha edhe zeza. Nutelli një bo që po hinë mes, që shtet mes t'juve. Shkenda, ku shumë për kujdes për ju? Për fustanin tim është për kujdes shtëpia e modës Menakon, për flokët Saimi, kurse për grimin Keka. Se ti përshëndes shumë se ndoshta më kam bo shumë të mirë. Atë shpresoj të kaloni buk? Faleminderit shumë, shpresoj edhe juve. Faleminderit shumë. Kemi dhe mysafirët të tjerë, të shohim dhe kush. Fjolla më duke që tha për kujdes, tregom sa është e vështirë me bashkëpunu me fjollën. Është pak e vështirë, po prapë se prapë kam kalu shumë mirë, ka pas pak, ka marrë kohë fustani, po shpresoj t'ju ka pëlqyer. Po është mirë kur punon edhe në fund shihet rezultati. Që ajo kryesorja. Shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit edhe ju. Fjolla. Fjolla, Shkenda, bën rëmuj me paraqitjen e tyre. Janë edhe këtu. Fjolla shkoj që takohet me fansat e saj. Këto janë edhe rëmujat që din t'i bëj Fjolla. Të presim limuzinën. Desha të pysë gjithë se emocion luhet, mirë. Të presim dhe limuzinën e radhës të shohim se kush ka ngel pa ardhur akoma. Po vjen edhe limuzina tjetër me mysafirët të tjerë. Të shohim kush do të bëj rëmuj këtë herë. Me të vërtetë është shumë e vështirë zbritja nga ajo limuzinë, sidomos neve që jemi me toka. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjeta, përshëndetje për juve. Shumë bukur po dukeni? Faleminderit shumë. Kush është për kujdes për juve? Për duken time, për fustanin përgjithësi është për kujdesur saloni Pink Shpresa, që përshëndet shumë. Është hera parë që jeni pjesë e Zhurma Show? Po, në fakt është hera parë në Zhurma Show, do me thonë isha fituse çmimit të parë folk pop të Chelsea muzikor dhe sot jam vetëm pjesëmarrëse, do ta ndaj një çmim. Atëherë ta shohim është ndoshta më mirë që të rish vetëm si shikuese, se nuk ke emocione dhe stres. Shumë e vërtet, juroj gjithë dhe shumë suksese pjesëmarrësve. Shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit shumë. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Jo. Është hera parë që jeni pjesë e Zhurma Show? Po, jemi mysafir. Të mysafir. Atëherë shpresoj të kaloni. Mirë mbrëma, një stil i veçantë. Kush është me kujdes për juve? Falenderoj shumë stilistin tim Arben Rukiqin, grimin dhe flokët salonit Tofa në Drenas. Është hera parë që jeni pjesë e Zhurma Show? Jo, është shumë hera kam qenë këtu dhe kam qenë e shpërblyer, sonte jam vetëm si musafire, sepse është kënaqësi të jesh bashku me gjithë kolegët dhe më ka shoqëruar kësaj radhe vllau në mungesë të babit tim, i cili e don shumë muzikën. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mbrëma, faleminderit. Është hera parë për juve që jeni pjesë e Zhurma Show? E kam qenë edhe një herë më herët. Okej, atëherë unë uroj që të kaloni sa më bukur sonte. Edhe ti duke shumë bukur si princesh. Faleminderit shumë. Ua, kush na ka ardhur? Na ka ardhur një tjetër këngëtare. Ajo që për herë është e veçantë me paraqitjen e saj.
Nuk i kemi qunat as pak gentlemana. Mirë mbrëma. Si jeni? Ajo që duhet me thonë është që ju po dukeni shumë mirë. Thashë Lori gjithmonë duket. Gjithashtu, faleminderit shumë. Është kënaqësi të jemi në 10 vjetorin jubilar të zhurmës. Kështu që faleminderit. Si zakonisht normal emocionet nuk mungojnë në këtë tapet të kuq. Unë dua të falenderoj shumë për kujdesin që më kanë kushtuar sonte bashkëpunëtoret e mia sallonin Njomza për grimin dhe për flokët, gjithashtu për këtë fustan të mrekullueshëm, Dona Matoshin. Se ne me këto fustan. Violet? Unë përkundër Lorit, unë s'kam emocione hiç. Uroj nga zemra Ziko TV-s 10 vjetorin, inshallah shumë për vjetore tjera. Ndjem shumë mirë që jam këtu sonte. Faleminderit shumë. Jeni nominuar Lori, më duket që je nominuar në një kategori? Ja, më duket që jam në 2. Në 2. Po. Jam për Best Performance me baladën Dashnia e andrave të mia. Mos na bë me çaj tash, mos e përmend dashnin. Mos u prek zemër se çdo gjë është kalimtar. Lori, shpresoj t'ja kalosh bukur sonte. Ne do takohemi edhe në after party nëse nuk shkoni ju për Prishtinë. Me kismet. Faleminderit. Faleminderit. Kujdes. Kishim Lorin dhe Violet Kajtazin, të shohim të ftuarit të tjerë. Mirë mbrëma, mirë se erdhet. Qunat nuk deshin të ndalojnë para kamerave. E kishin me nëzitim të futen brenda. Wow. Atër, të presim edhe mysafirë tjerë. Edhe çanta e kësaj është që është 10 vjetori, është ditëlindja e 10 e zhurmës. Prandaj thash që në fillim që sonte do të ketë gjëra të veçanta, do të ketë surprizat të ndryshme dhe gjithashtu nuk do mungoj edhe after party. Të presim. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhet. Mbrëma, si jeni? Mirë. Mirë mbrëma. Si jeni? Mirë. Mirë, faleminderit. Ju nga po na vini? Ne vim nga Shqipëria, nga Tirana. Shumë bukur, po dukeni kush është përkujdesur për dukjen e juaj? Ne të dyja vetë jemi stilistët, që kemi bërë. Edhe Afrodita Shehi, nga Tirana, e respektojmë edhe ju putim. Tanat, është hera parë që jeni pjesë të Zhurma Show? Po, hera parë. Them që është hera parë që jeni pjesë të Zhurma Show. Po, hera parë. Është hera parë që jeni në Kosovë apo keni qenë edhe herave të tjera? Hera dytë në Gjilan, pasi kemi qenë te Chelsea Art më përpara. Dhe si ju duket pritja e kosovarëve? Mirë, shumë mirë deri tani. Atë shpresoj të kaloni bukur. Faleminderit. Po na mungojnë as mysafirët nga Shqipëria. Kishim modele, kishim stiliste, këngëtar. Edhe unë me pa durim, po pres se kush po zbret nga ajo limuzin. Përshëndetje. Të shohim. Kemi Etno Enjoyt,
Etno e gjujt. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Milot mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma dhe juve mi si gjem. Gëndës, kush është për kujdes për lukun e juj? S'po t'ikon me përmen, vetë. Nuk t'ikon për atyne që kem pasi. E di, pra ndaj edhe ta bona pytjen pak sa me të ngacmu. Tregom, jeni misafir, disa jeni shpis, zikos edhe tregom si po ndiheni edhe tregom është viti i 10, urimet e juja për këtë vit. Po uroj të ketë edhe 20, 30, 100 vjet tjera, po atë gjithmonë kemi kalu mirë. Kem pas momentet mira, edhe vazhdojmë me mbështet. Pak shaku i punës që po, respektin dhe i punës, shoqënia edhe krejt. Na me zikon punojmë që 15 vjetë, kështu që e njim edhe një si loj obligimi, po nuk është vesh puna obligimit, po hajde për qef. Milot? Normal, na im kam pjesë e zhurmës prej fillimit dhe kemi një vetëm mirë, kështu që vazhdojmë me përkra prapë. Dhe uroj të kaloni mirë sonte. Më duket që parakaloj edhe kushtrim Mushica në qoftë se nuk gaboj, por ai na iku nga kamera, sportisti iki me vrap. Më ka marrë mali. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë faleminderit, mirë se ju gjeta, Adelinë ke ardhë me mamin, mirë mbrëma. Adelinë nuk e lën vetëm asnjëherë. Derisa të gjon princin. Adelina, a ke gjetë princin? Princin, s'më më du me folë këtë gjë për jetën private. A pret me fitu sonte? Nuk e di dhe fitoj ma i mire. Uroj të kalosh bukur e dashur shumë bukur, po dukesh tregom kush është për kujdes për ty? Për fustuanin është për kujdesur Donjeta Macula, kurse për grimin dhe për flokët Teuta Bajgora edhe Nita Bajgora. Faleminderit, si kukull po dukesh. Priti, avash. Ku po shkoni? Ku dash të pik? Po ju japim femnave përparësi, masi i kemi edhe. Ate, tash ne veç të futem në mes. Edhe më tregoni cila Marina, cila... Marina Luana. Talon. Jemi shumë ngjashme, s'ke faj. Mirë se erdhet. Mirë se ju gjetëm. Është hera e parë që jeni në Zhurma Show. Hera e parë edhe me shumë kënaqësi, edhe publiku këtu që ka i mrekullueshëm, duhet të marrë më shpesh në Gjilan. Po ju presin mirë kosovart apo? Unë po vdes të vinë Kosovë, me ta thënë drejtën. Kisha mundësi çdo ditë kisha nejt këtu. Jeni edhe të nominuar. Po, jam e nominuar të një kategori, po më shumë për qef. Kurse, duke pa gjitha ato angazhime, gjitha ato obligime që keni, faleminderit që keni gjetë kohën edhe që keni ardhur. Juve, është kënaqësi, sidomos atmosfera këtu në fillim që nga shumë e mirë, shpresoj që e njëjta gjë do të jetë edhe brenda. Nuk ju pyeta se kush është për kujdes për juve. Vetë. E kemi zakon. Vetë kemi dëruar me pak fjalë. E shumë bukur po dukeni gjithsesi. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Ti kthehemi kamerës, mirë se erdhe. Edhe ku jeni, jam që sasi ku po. Faleminderit edhe na ty se shumë kohë ka kaluar, çfarë bën? Qa, heq, po ju pres juve, faleminderit. Jeni të nominuar. Po, jemi të nominuar në disa çmime, këshyrëm, nështë do fitojmë. Shka bashkë mirë, nështë Po lidhe, me rëndësi. Si me rëndësi është bresmore, qëtoj grejt. Nëse më dënë ti? Pena të këtë tjetë. Shuzet kaloni bukur së. Faleminderit. Kishim Marinën dhe kishim... Opa! Kishim the real one, the DJ Blonde. Të presim, mysafir tjerë. Ishte dhe Adelina Berisha.
Tani po shoh që në tapet po parakalon dhe motra e Dafines me të dashurin dhe vjerrën e saj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, si jeni? Dafina, për ty besoj që s'është hera e parë që po kalon tapetin e kuq, por është hera e parë që po kalon me princin. Jo, është hera e parë edhe që jam zhurmë. Po, hera e parë që jam edhe hera e parë me princin edhe po kalon shumë mirë. Princi, mirë se erdhe. Mirë se i gjeta. Hera e parë për mu Ngilan. Hera e parë një. Edhe qysh po duket pritja dhe qysh po duket gjithë kjo organizim? Fantazi. Sërish është fantazi. Është hera e dytë ose e tretë që po shkoj festivale të tilla. Edhe po më jap një farë ndjenje shumë fantazi që edhe në Kosovë ka gjana shumë të mira aty. Dafina, kush është për kujdes për juve? Për flokë dhe për grem të uta bajgora, ndërsa për fustanin vetë. Këtë herë nuk kjo ardhë me mamin, me Adelinën, kjo ardhë me vjerën edhe me të dashurin. Me vjerën, unë duhet me e përshëndet, sepse njihemi edhe personalisht. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhë. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Kush është për kujdes për juve? Unë vetë për veten time. Atëherë shpresoj t'ja kaloni bukur sonte. Sigurisht se po, faleminderit. Ka arritur dhe limuzina tjetër. Veç se ka filluar që të ngrohet atmosfera. Të shohim se për këtë do brohoras publiku tani. Dhe kush do t'jetë. Tani të shohim se na zgjatën vesh dhe sa po hapet dera e limuzinës. Është dikush apo s'është askush? Pa, kemi dhe Agnesa Vuthaj. Mirëmbrëma e bukura e Kosovës. Mirë se ju gjej. Mirë se erdhe dhe shumë bukur po dukeni kompliment. Shumë edhe ju shumë bukur po dukeni edhe atmosfera që nga shumë e mirë. Agnesa, kush është për kujdes për dukjen tuaj? Fustani është nga butiku e Agnesa Vuthaj Fashion, këpucët janë të dizajnuara nga unë, ndërkaq për grimin dhe flokët Selma dhe Kaci. Nuk është hera e parë që jeni pjesë e zhurmës, keni qenë dhe herave të tjera, por veçanta aktivitit është sepse është edhe 10 vjetori, është ditëlindja e zhurmës. Jam shumë e lumtur që jam për ditëlindje sepse zakonisht më pëlqejnë për vjetoret, edhe po më pëlqen shumë atmosfera, mezi po pres me pa edhe shumë brenda. Me kë je e shoqëruar, me kë erdhe? Shoqëruar me motrën time. Okej, shpresoj të kalosh bukur sonte. Faleminderit, kaloni bukur edhe ju. Faleminderit shumë. Ishte kjo dhe Agnesa Vuthaj, si duket kamermanet tanë paksa iq orientoj. Kemi edhe limuzinën e radhës se po e shoh që është duke ardhur. Kush është duke ardhur? Ka arritur dhe limuzina tjetër e radhës. Të shohim se kush do t'jetë brenda në limuzinë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Është e pamushme të realizohet intervista sepse ke shumë fansa. Faleminderit gjithë njërë, desha të falenderoj gjithë fansat e mi që kanë ardhur sot. Dije që Gilanin e kam zemrën. Noizim, jeni nominuar në ndonjë kategori? Nuk e di, s'jam i sigurt. Përveç se ke qenë çdo herë dhe je mysafir i zhurmës, këtë vit është ditëlindja e 10. Cili është urimi juaj? Ju uroj fat dhe mbarësi, çfarë tjetër. Uroj të kalosh bukur. Faleminderit.
Pa, ishte e pa mundshme realizimi I intervistës me Noizin. Se di, gjitha fanca si duket janë mbledh veç për Noizin. Edhe besoj që janë të kënaqën. Po shoh që edhe po qajnë, ka nga ata që po qajnë. Unë e kisha dasht mi realizu pse po qajnë me pyet. Pse po kanë? Pse po kanë? Paska ka shumë fansa, Noizi, edhe qajnë për të. Të presim edhe mysafirët e tjerë. Ka arritur edhe limuzina e radhës. Të shohim se kush do t'jetë brenda në limuzinë. Faleminderit Zotit që nuk u rrezova asnjëherë me këtë fustan. Mirë mbrëma, mirë se erdhët, kemi nderin dhe kënaqësinë personalisht une që ju intervistoj, sepse jemi takuar, por jo t'ju intervistoj. Ju përgëzoj për këtë manifestim kaq madhështor. Ky është një vend ku bëhet tubimi I gjithë këngëtarëve. Dasht e pa dash duhet e duhen. Ajo është motoja ime, që sa ma shumë ta çmojnë njëri tjetrit. Urdhëroni. Ardit Zama, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Sasa, kënaqësi që sonte po të shoh këtu. Kënaqësia imja, do takohemi pastaj. Po, mos gjalemi kohës deri më vonë kanë menduar shumë gjana, shumë surpriza në ndërkohë. Vjen mirë që ëmbëlsina që ka këtu, dhe ajo je ti. Shifem. Faleminderit. Adrian, mirë mbrëma. Ju jeni pikërisht edhe fituesit e vitit kalum. Po, e kena kënaqësinë sipas ritualit të Zhurma Show këtë vit edhe ta shpërblen fituesin, si fitues vit të edicionit fundit, në vitin 2013. E veçanta këtij vitit është se është edhe 10 vjetori është ditëlindja e Zhurma Show Award. Edhe vërret, sipas atmosferës, organizimit vërret që është 10 vjetori, edhe më vjen mirë që jena sonte këtu. Florian. Unë si zakonisht shumë pak folë edhe kështu që... Ti ki qe veç femna me puthë, me përqaf. Po s'osh keq. Okej. Kaloshit bukur. Kishim pikërisht dhe fitues e vitit kalum, Florianin dhe Adrian Goxhën. Të shohim kanë mbetur pa ardhur akoma edhe mysafirë të tjerë. Publiku është I mrekullueshëm. Hajde një duar trupitje.
Mirë mbrëma, Big Mama gjithmonë me rëmuja. Po normal. Shqyqyr zotit nuk do dhe asë një incident këtë vit, po mirë është, po nuk dihet se deri sa të hymë brenda mund bëhet një rëmuj, nuk di. Bigi je e nominuar këtë vit? Nuk jam e nominume, kam marrë ndajt çmim, për herë parë të ndajt çmim, është kënaqësi për mua, privilegj. Pashtu ndjem shumë mirë se kam partnerin më të mirë në botë sonte. Me kë je shoqëruar? Me Endritin. Mirë se erdhe Endrit. Mirë se u gjeta. Është hera parë që jeni pjesëmarrës në Zhurma Show. Jo, kam kanë më herët. Kë ke qenë shoqëruar herave të tjera? Jam kanë nominum. Herave të tjera dhe kom fitu diçka. Tu diçka. Kurse këtë herë keni ardhur vetë si mysafir dhe shoqërues i Big. Jam shoqërues i Bigit. Bigi, kush është për kujdes për juve? Për mua është për kujdes fitore Berisha për make-upin, ndërsa për veshjen time Zianja. Ju faleminderit. Shumë bukur po dukesh. Faleminderit. Shpresoj të kaloni bukur. Shpejt. Kemi dhe mysafirët të radhës. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë si gjetëm. Si po ndjeni? Është emocion shumë i mirë. Është hera parë që jeni pjesë e zhurmës, apo keni qenë dhe herave të tjera? Kam qenë edhe herave tjerave këtu. Këtë vit është edhe ditëlindja e zhurmës, është ditëlindja e 10, cili është urimi juaj? Ju uroj gjithat mira dhe sukseset më tutshme. Kush është për kujdes për juve? Me një anë mami, po edhe vetë. Shumë mirë, atë shpresoj të kaloni bukur. Miq të dashur, kaq kishte edhe pritja e mysafirëve në tapetin e kuq. Unë do t'ja lë linjen me një herë anës tjetër në sallë, e ajo është Alba. Ju qëndroni me ne do të shihemi pas pak dhe shijojeni këtë edicion se do të ketë diçka të veçantë.